Përshëndetje, mirë se vini në një tjetër episod të podcast Akademia, ku sjellim biseda me akademik, studiues dhe ekspertë të fushave të ndryshme. Sot kemi kënaqësinë që në këtë episod të mirëpresim kryetarin e seksionit të shkencave shoqërore dhe albanologjike, njëherëzi edhe kryeredaktorin e revistës Studio Albanika, Akat Gëzim Hoxhën, me të cilin do të flasim për historinë dhe veprimtarinë e kësaj reviste, kontributin e saj në studimet albanologjike, si dhe përvojën e tij si arkeolog dhe studiues. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej. Së pari dëshiroj t'ju uroj këtij mjeti bashkëkohor të komunikimit podcastit të Akademisë rrugtim të mbar dhe të falenderoj të gjithë ata që kanë punuar për ngritjen e këtij mjeti të domosdoshëm. Sot, ashtu siç e thatë edhe ju, unë jam me atributin e drejtuesit të revistës Studio Albanika dhe do t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve ose të gjithë bashkë bisedimit që ne mund bëjmë për të sqaruar ndjekësit tonë për detajet dhe rolin e kësaj reviste natyrisht. Profesor, Studio Albanika është një ndër revistat shkencore më të rëndësishme për Akademinë e Shkencave dhe ka një histori prej 60 vitesh. Si do e përshkruani tecurinë dhe rolin e saj në këtë dhe ndikimin që ajo ka patur në studimet albanologjike në vendin tonë? Mund të sqaroj se Studio Albanika është revistë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, por në gjenezën e saj, në fillimet e saj, ajo ka lind përpara vetë Akademisë. Ajo është një krijesë e instituteve tona të historisë dhe të gjuhësisë që në vitin 1964. Edhe këto kanë qenë në kuadrin e Universitetit Shtetëror të Tiranës atëherë. Dhe më vonë, në vitin 1973, një vit masi formohet Akademia, Studio Albanika bëhet një reviste e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Këtu në këtë revistë botohen kryesisht artikuj nga fushat e shkencave shoqërore dhe albanologjike, pra është fokusi kryesor. Fokusi kryesor me artikuj, studime, recenzione, dokumente, materiale të ndryshme, kronika për veprimtari shkencore nga fushat e shkencave shoqërore sigurisht dhe albanologjike, botohen artikuj nga historia, gjuhësia, arkeologjia, antropologjia, etnografia, ekonomia, drejtësia, historia, letërsia, arti, folklori e shumë fushat tjera që lidhen me albanologjinë. Sigurisht në rubrikat e revistës kemi edhe recenzime të veprave më të mira që botohen në periudhën që del revista dhe në fund një kronik 6 mujore për aktivitetin e Akademisë Shkencave mbrana periudhës në cilën i përgjigjet edhe revista, numri i revistës që del në dritë. Profesor, siç edhe ju e përmendët, aty përfshihet një numër i madh artikuj që janë të fushave të ndryshme të albanologjisë. Si ruhet raporti mes tyre? Domethënë, cila është kriteri që ju ndiqni për ta bërë sa më të përfaqësuar fushën në këtë botim? Duhet të sqaroj më së pari që revista Studio Albanika është një revistë me një profil disi të veçantë. Ajo nuk është revistë e përqendruar vetëm në një fushë studimi, por mbulon, siç e thash, gjitha fushat e shkencave shoqërore dhe kryesisht albanologjike, dhe ajo që në gjenezën e saj, po edhe në vazhdim të sot, përzjedh artikujt më të mirë që botohen nga institutet e sistemit të Akademisë Shkencave dhe i boton në gjuhën e huaj, në gjuhën angleze. Më përpara, deri në vitin, nga themlimi i saj, deri në vitin 2018, revista ka dalë në gjuhën frange, dhe tani botohet në gjuhën angleze. Natyrisht, disa artikuj që vinë nga studius të huaj dhe që janë në gjuhën amtare të studiusit, mund pranohen edhe në gjuhë të tjera kryesore, siç është gjermanishtja, siç është italishtja dhe frëngjishtja. Por përgjithsisht revista del në gjuhën angleze. Nga produkti shkencor i antarëve ose i punojësve të sistemit të Akademisë Shkencave ose të personaliteteve dhe shkencëtarëve të tjerë që kontribuojnë në kërkimin shkencor, revistat botohen kryesisht në revistat e instituteve të sistemit akademisë. Kam parasysh revistën e Liria të Institutit të Arkeologjisë, revistën Studime Historike të Institutit të Historisë, Studime Filologjike të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë,
Revista e Antropologjia, që i përgjigjët Institutit të Antropologjisë, e cila revistë në faktikisht ka ndryshuar emër, nuk ka ndonjë stabull, dikur kjo ka pas studime etnografike, kultura popullore, e sot e ka përshtatur emrin e vet, ashtu si edhe vet Instituti Antropologji. Pak më vonë pastaj botohen edhe qendra e studimit të artit që kemi tani pranë Akademisë së Shkencave, janë botuar punimet e tyre në një revistë që ne e quajmë Studimet për Artin. Revista Studia Albanica, e në bashkëpunim me këto revista, përzgjedh artikujt përgjithësues më të mirë dhe i boton ato në gjuhën angleze dhe kryesisht është e destinuar për lexuesin e jashtëm. Siç e përmendët që përmbledh disa artikuj, cilët janë kriteret bazë për përzgjedhjen e këtyre artikujve? Keni një kriter që për shembull është vënë që ky artikull nga këtu do kalojë tek Studia Albanica? Sigurisht. Studia Albanica, ashtu si shumica revistave shkencore, ka një redaksi të përbërë nga 10 antarë të redaksisë që janë personalitete në fushat ndryshme të shkencës. Po ashtu ka edhe një bord editorial ose antar neri, po themi të akademisë, që janë 17 antar kryesisht nga bota e jashtme, cilët ne i kemi vendosur atje si antar të nderit edhe të Akademisë Shkencave, por edhe të revistës Studia Albanica. Redaksia e revistës e përbërë nga 10 personalitetet të fushave të ndryshme, mlidhet her pas here, shqyrton produktin shkencor të revistave të instituteve dhe përzgjedh në mënyrën më të kujdesshme punimet që konsiderohen si punime më bazë, më përgjithësuese dhe më përfaqësuese për Akademinë e Shkencave dhe i boton ato në gjuhën angleze. Sigurisht, siç e thash, në destinacion kryesisht lexuesin e huaj. Po si kohë, si periudhë, sa kohë mund t'ju marrë një përzgjedhje artikulli? Do të thënë, sa botime mund të bëhen në vit ose në 2 vjet, 6 muaj, si mund të jetë struktura kryesore e saj? Revista Studia Albanica për fatin e mirë ka qenë një revistë periodike e cila ka dalë që nga fillimet e saj dhe deri më sot 2 herë në vit, 1 herë në 6 muaj. Brenda periudhës kur përgatitet revista, redaksia punon, mlidhet disa herë për përzgjedhje artikujt, jo vetëm përzgjedhje, po i çon edhe për përmirësime të mundshme, bashkëpunon me autorët në mënyrë që ata të përmirësojnë ndonjë gjë, aparatin shkencor në mënyrë të veçantë dhe pastaj përkthimi në gjuhën angleze që duhet jetë në një nivel shumë të mirë. Dhe revista Studia Albanica e ka pas edhe në kaluarën përkthimin në gjuhën e huaj në nivel të mirë dhe vazhdon ta ketë edhe sot. Mund të them që sot disi është lehtësuar për arsye të zhvillimit teknologjik dhe ndihmës që merret nga teknologjia, është disi më e lehtë, por gjithsesi gjuha është metet një problem themelor për të çuar tek lexuesi mesazhet më të mira të artikujve shkencor që prodhojnë autorët. Pak më parë preket edhe ju faktin e zhvillimit teknologjik. Botimet shkencore po shohim se kohët e fundit janë të prirur dhe është e domosdoshme që të orientohen drejt digitalizimit. Si po integrohet revista Studia Albanica në këtë drejtim? Kjo është një politikë e vetë Akademisë Shkencave. Ka disa vite që në Akademinë e Shkencave punohet që me njëherë sa faqoset revista, bëhet gati, po themi, për botim, ajo njëkohësisht kalon edhe online. Dhe kështu që kjo besoj që është puna më e mirë për digitalizimin edhe për aksesin që mund të ketë kjo revistë tek lexuesit që punojnë kryesisht në mjetet digjitale. Por një problem i madh i saj është edhe problemi i indeksimit, i cili nuk është një problem shqiptar, por është një problem shumë më i gjerë se sa shqiptar. Unë mund të them që edhe në drejtim të indeksimit, revista Iliria dhe revistat e sistemit akademisë kanë bërë përpjekje më përpara dhe po vazhdojnë të bëjnë edhe tani. Revista Studia Albanica ka tani ISBN-n e vet tradicionalisht, si gjithmonë, por tani është hap edhe ISBN elektronike, është marrë edhe numri DOI dhe po punohet
për një indeksim më tejshëm në Scopus, i cili është i mirënjohur ndërkombëtarisht si akses për gjitha prodhimet shkencore mbar botërore, do thosha. Mund të themi se kjo është një ndihmesë e madhe edhe për ju si studiuesi. Digitalizimi u ka dhënë një tjetër panoramë, duke bërë që ajo të jetë më e prekshme? Ajo sigurisht që është një diçka e madhe në kuptimin e konsumimit të asaj që prodhohet, kurse shqetësimi kryesor për shkencëtarët është produkti, cilësia e produktit. Ajo është më e rëndësishme. Pastaj propagandimi, çurja tek lexuesi e tjerë janë një fushë prap tjetër, e cila në saj të teknologjisë që përparon çdo ditë ka avancuar shumë edhe ne duhet të bëjmë çmos që të përshtatemi me këtë trend që nuk është vetëm shqiptar, po është edhe më i gjerë. Duke menduar se ajo është vetëm në gjuhën angleze, cili është vendi që ajo ka zënë në arenën ndërkombëtare, domethënë sa bashkëpunime, sa e shikuar ka qenë ose e kërkuar nga të tjerët? Për këtë kam një përgjigje të ndarë me etapa. Që nga momenti kur u krijua në vitin 1964 dhe deri në vitet 90, jo vetëm Studia Albanika, po gjithë revistat e sistemit shkencor shqiptar të Akademisë Shkencave kanë funksionuar si shkëmbim. Pra kanë funksionuar me shkëmbim me institucionet analoge me shtetet të tjera. Edhe për hir të vërtetës më duhet të pohoj që ajo mënyrë komunikimi ka funksionuar shumë mirë. Ka pasur një lohatje të madhe pas viteve 90, ku revista nuk u shpërnda më mirë, dhe kjo vjen kryesisht për arsye financiare, sepse postimi ose dërgimi me post një reviste kushton më shumë shtanit se sa vetë revista. Dhe tani në sajt e digitalizimit kjo pengesë hapet, është shumë më e lirshme, komunikimi bëhet më i lehtë, në mënyrën online komunikohet direkt, por luftohet që edhe fizikisht kjo revistë shpërndahet në institutet analoge, dhe nga viti 2015 e mrapa më duket se janë bërë disa hapa drejt përmirësimit dhe mendoj që ne duhet luftojmë që gjithsesi me gjithë digitalizimin edhe mundësitë moderne të komunikimit, të qenurit fizikisht e një reviste në një bibliotekë të rëndësishme në institucionet analoge të vendeve fqinje, balkanike, po edhe të vendeve europiane, është me shumë rëndësi. Patjetër, është një dokument që nuk humbet dhe është para. Është e prekshme çdo gjë. Çdo gjë e prekshme gjithmonë është më efektive se sa. Unë po gjej rastin të tregoj një episod që kam përjetuar vetë me revistën Iliria të Institutit Arkeologjisë, nga ku unë kam punuar, dhe revistën Studia Albanika. Para viteve 90, unë kam pas fatin të jem për specializim në Gjermani, edhe kur kam shku në një nga bibliotekat më të njohura të Institutit Arkeologjik Gjerman, Römische Germanische Kommission në Frankfurt Main, kam punuar në një bibliotekë të shkëlqyer. Vura re se në katin e parë ku unë punoja, në një cep të revistave, madje mund të them edhe në fillim, se ishte renditur në pikpamje alfabetike Albania, kam gjetë revistën Iliria dhe Studia Albanika njëna mas tjetrës. Dhe në një moment pushimi me drejtorin e bibliotekës atje, i thëmë, më vjen mirë që kemi revistën Iliria këtu, thëmë, dhe Studia Albanika që janë tonat. Po, tha, po, ne kemi edhe një kriter, zoti Hoxha, tha, unë do ta sqaroj, tha, është shumë interesant, që revistat ne, tha, me vërtet i vendosim alfabetikisht, por njëkohësisht ne kemi edhe një kriter tjetër. Ne shohim se sa lexohet revista, sepse çdo libër sa herë merret, atje regjistrohej. E kuptoj. Edhe pastaj ti nuk ke drejt ta vendosësh librin vend, po e vendos punojësi i bibliotekës. Dhe ato bënin regjistrimet. Dhe ne shohim pastaj, tha, se sa përdoret revista. Nëse revista vazhdon e përdoret, qëndron në katin e parë. Nëse ajo përdoret më rrallë, atëherë kategoria saj shkon një kat më poshtë. Edhe të garantoj, tha zoti Hoxha, që qoftë revista Iliria që ju punoni, e qoftë Studia Albanika Akademisë Shkencave, nuk kanë zbritur në katin e poshtëm. Kjo është një gjë e mirë për fushën tonë të studimit shkencor.
Por unë mendoj, nga përvoja që kam me biblioteket e huaja, mendoj që edhe sot këto revista Zë një vend të rëndësishëm. Studia Albanika, Iliria dhe revistat e sistemit akademisë, ende sot janë shumë të kërkuara. Studia Albanika profesori ka dhënë një vend të rëndësishëm edhe temave, numrave tematik, siç është ai kushtuar Ismail Kadares. Sa e rëndësishme është ky botim i posaçëm për zhvillimin e debatit shkencor? Sigurisht për zhvillimin e debatit shkencor janë të gjitha. Kurse për sa i përket nderimit të figurave të mëdha të kombit, siç është rasti që u përmendët, revista Studia Albanika është e treguar e kursyer, por i ka përdorur vetëm për raste jashtëzakonshme. Unë mund të them që 2 revista nga numrat e studiave Albanika janë përqendruar në paraqitjen e jetës dhe të veprës së autorëve. Ne kemi revistën e Studia Albanika të vitit 2018, 2019 dhe 2020, janë 4 vite, që i kushtohen figurës së madhe të Skënderbeut. Është kjo revistë që shikoni këtu, njishi, po janë edhe numrat të tjerë më së saj, dhe pastaj në vitin 2024 është përdorur edhe për një vjetorin e largimit nga jeta të shkrimtarit tonë të madh Ismail Kadare. Dhe unë gjej rastin ta tregoj edhe këtë libër, që me numrin 24 dyshi, pra numri 2 i vitit 2024, që i kushtohet Kadares me portretin e Kadares dhe firmën e tij, dhe për kënaqësinë e dëgjuesve tonë, e ndjekësve tonë, dua të lexoj se si e kemi hapur këtë revistë me një thënie të Kadares për librin e artë të albanologjisë, i cili ndodhet në Akademinë e Shkencave. Po, patjetër. Kadareja, librin e artë të albanologjisë, pra kontributin e arkeologjisë, e ka vlerësuar kështu. Libri i artë i albanologjisë do të jetë amza e më të shquarve në studimet shqiptare, që prej themelimit saj deri më sot. Ky libër i artë do të jetë kodiku i nderit i atyre që e kthyen shkencën për shqiptarët nga egzotike në paradigmatike, pa të cilën nuk bëjnë dot studimet balkanistike, evropiane dhe indo-europiane. Ky libër do të rëndisë për krah njëri tjetrit shkrimtar shqiptar, austro-gjerman, francez, italian, britanik, amerikan, kroat e rus, nga vendet qinje e viset largëta. Vit pas viti, ky kodik do të shndrohet në një enciklopedi të pazëvendësueshme. Ismail Kadare me 19 shtator 2018. E shikojmë shkrimin origjinal, librin e artë të albanologjisë, shkrimin origjinal të shkrimtarit Kadare dhe pastaj transkriptimin e tij të lexueshëm qartë për të gjithë. Dhe unë kam kënaqësi që me këtë rast ne patëm mundësinë që të botojmë një numër të veçantë të studios Albanika me studiusit tonë më të mirë, me artikuj edhe me gjithë kronikën e ndarjes nga jeta të Ismail Kadares. Dhe një vlerë që ne thash e përdorim këtë për personalitete shumë të mëdha dhe mjaft të rrallë, por kur përdoret pastaj duam që të ketë sa më e honë dhe të zëjë sa më shumë vend. Sigurisht që për personalitetet shkencës janë revistat e instituteve të cilat në mënyrë kronologjike ju kushtojnë artikuj. I kushtohen autorëve të rëndësishëm, bëhen festschrifte, siç quhet, vjen nga gjuha gjermane dhe gamet për gjitha gjuhët, pra libër për kushtim ose festschrift, të cilët i kushtohen personaliteteve të shkencës. Të ndalemi pak edhe tek roli i studiuesve të rinj, të cilët përfshihen në kërkimin shkencor. Cila do ishte këshilla juaj në lidhje me kontributin që ato mund të japin qoftë për botimin të artikujve në Studia Albanika apo edhe për në fushën e albanologjisë në përgjithësi? Kjo është një kërkesë e ligjshme. Kjo është një kërkesë e ligjshme dhe është një ushqim i domosdoshëm jo vetëm për Studia Albanika, por në radhë parë për revistat e instituteve tona kërkimore shkencore. Por sigurisht edhe paraardhësit e mi në këtë revistë, por edhe unë këto vite që po punoj në revistën Studia Albanika, kam bërë përpjekje të konsiderueshme, do të thosha, për të ofruar edhe studius me përvojë më të re. Sigurisht që këtu ka një pengesë, sepse studiuset e rinj nuk e kanë
ende përvojën për të shkruar artikuj përgjithësues dhe me fuqi inovative, kreative, por ne dim të vlerësojmë e të gjejmë edhe punime nga punojësit e rinë, në mënyrë të veçantë nga ato punojës të cilët janë pranuar edhe në Akademinë e Trive. Disa emra prej tyre më të spikatur kanë votuar gjatë kohës që jam unë tek revista Studia Albanika. Edhe unë shpresoj që edhe në të ardhmen ne do ta ruajmë këtë trend. Profesor, cili me një fjalë ose me një përshkrim nga ana juaj, cili do ishte ajo që do përshkruanit Studia Albanika për ruajtjen e trashëgimisë tonë kulturore, në përgjithësi? Mesazhi juaj kryesor në lidhje me rëndësinë që ka kjo revistë për studimin tonë shkencor. Po, komponentja e kësaj reviste është edhe trashëgimia kulturore, por është vetëm njëra, se siç e thamë kjo ka shumë. Patjetër, është e përfshirë. Por sigurisht me përzgjedhjen që ajo bën nga artikujt më të mirë nga revistat, po themi në këtë rast Iliria, që është mirëfilli trashëgimi kulturore, edhe revista Antropologjia, që po e ndajmë kështu në vija të trasha trashëgimia kulturore materiale dhe jo materiale. Kryesisht nga antropologjia vjen edhe materiale dhe jo materiale, kurse arkeologjia është vetëm kryesisht materiale. Nga atëherë përzgjedhën artikujt më të mirë të këtyre revistave dhe pasqyrohen edhe në Studia Albanika. Sigurisht që trashëgimia jonë kulturore dhe në përgjithësi shkencat identitare janë objekti kryesor, janë ushqimi kryesor i revistës Studia Albanika. Duke qenë se kjo është edhe në anglisht, duke qenë se është edhe me një përhapje të gjerë përtej kufive të Shqipërisë, besoj se do jetë që të jem realist, ky trend ka qenë edhe më përpara, është edhe sot dhe besoj do vazhdojë në të ardhmen, sepse në fund të fundit ky është qëllimi i revistës. E tregon edhe vetë jetëgjatësia historike e revistës, që është mbi 60 vite, mbi 6 dekada historike. Sigurisht një revistë e gjatë, e cila, siç e thash edhe, është në rrugën e indeksimit, pra përshtatet me trendet e zhvillimeve. T'i jap tjetër formë. Por unë si pozicion i redaktorit kryesor insistoj më shumë tek përmbajtja sigurisht. Patjetër, ajo është kryesorja. Dhe kjo pastaj i hap rrugë të gjitha të tjerave. Patjetër, është kryesorja për një revistë, sidomos kjo që është një revistë e profilit shkencor. Dhe së fundmi, për të kaluar përtej asaj si drejtues i një reviste, tek ai studiuesi, cilët janë projektet kërkimore ose zbulime që ju i konsideroni më të rëndësishme në karrierën tuaj si arkeolog? Keni fjalën për mua personalisht? Për ju personalisht. Po, arkeologjia ka qenë e organizuar në këtë mënyrë që çdo arkeolog i ri ose i vjetër ka punuar në një rajon të caktuar të Shqipërisë. Unë me origjinë jam nga Shkodra dhe aso kohë kur unë kam hyrë në arkeologji kam qenë në Shkodër, kam punuar në Shkodër dhe kam mbuluar kryesisht Shqipërinë e Veriut. Bëhet fjalë rajonet Shkodër, Lezhë, Puk, deri në Kuks, po jo në Kuks, sepse në Kuks kishte kolegë të tjerë atje që ishin për këtë punë. Ky rajon ka qenë kryesori gjatë gjithë jetës time, jo se nuk kam punuar edhe në Shqipërinë e Mesme ose të Jugut, por botimet e mia, kërkimet e mia janë kryesisht në dy qytete, në qytetin e Shkodrës më së parit, me të cilin unë kam bërë edhe doktoraturën time, me kalan e Shkodrës dhe qytetin e periudhës antike të vonë, dhe pastaj me një projekt shumë të mirë, shumë efektiv në qytetin e Lezhës, që nuk është vetëm se 35 km në jug të Shkodrës. Aty kam punuar me një ekip nga Instituti Arkeologjik Gjerman. Dhe është një projekt shumë i madh nga i cili kanë dalë shumë botime dhe shpresoj do të dalin edhe në vazhdim. Po ashtu, nga Akademia e Shkencave ka pas një projekt shumë interesant në vitet 2001-2007, i cili është bërë në Kosovë. Unë kam qenë pjesëtar i këtij ekipi dhe me financimet e Akademisë së Shkencave kemi gjurmuar një pjesë të madhe të territorit të Kosovës perëndimore dhe e kemi botuar në hartat arkeologjike të Kosovës, botim që është bërë nga Akademia e Shkencave të Kosovës, por si bashkëpunimi dy akademive. Dy akademive, akademisë tonë. Profesor, duke menduar dhe pak ndërfutjen e teknologjisë, si ka ndikuar kjo në arkeologji? Dhe si e shihni të ardhmen e saj, domethënë si e shihni të ardhmen e arkeologjisë me ndihmën e teknologjive të reja që janë futur vitet e fundit? Sigurisht, arkeologjia është një shkencë që përdor si mjet ndihmëse shumë disiplina nga shkencat natyrore në mënyrë të veçantë.
Është e bashkëlidhur për të arritur në mënyrë të veçantë sepse është një arkeologji që lidhet është një shkencë që lidhet me terrenin. Dhe si e tillë, ajo ka nevojë të përdorë mjetet më moderne të kartografimit, mjetet më moderne të matjeve siç janë metodat gjeofizike, mjetet, analizat më të mira moderne për kimike, fizike, e të shumë shkencave të tjera, dendrokronologjia, nuk po hin tash me i thanë gjitha se janë mjaft speciale, por arkeologjia i përdor gjitha këto, e në mënyrë veçantë dua të theksoj që ky trend është shtuar shumë pas viteve 2000, kur në Shqipëri filluan të hyjnë teknikat e reja digjitale, edhe kur, si thosh, ai diferenca e nivelit të Shqipërisë me vendet e tjera filloi të mos njihet më siç njihej më përpara. Një teknologji e përparuar ekziston sot edhe në ekspeditat tona arkeologjike. Sigurisht kjo lidhet edhe me kostot, edhe ato projekte të cilat e kanë mundësinë financiare i përdorin metodat më të mira teknologjike bashkëkohore. Po përmendni këtu vetëm një, është një ekip i fushës së prehistorisë që punon në Lin afër Pogradecit, në një vendbanim prehistorik. Dhe duke pas financim edhe nga pala shqiptare, një financim modest, por edhe nga pala zvicerane një financim dinjitoz, aty janë të gjitha llojet e mjeteve që mund të përdoren dhe që përdoren për ekzaminimet më të përparuara teknologjike në fushën e kërkimit arkeologjik. I ka dhënë një pamje tjetër arkeologjisë. Sigurisht që ajo përmirëson cilësinë e punës, sepse rrit sasinë e informacionit që merret nga materiali arkeologjik. Dhe arkeologjia e tillë është ti gjen objektin dhe përthith informacion nga objekti arkeologjik. Sa më shumë e analizon, sa më shumë ke mundësi për ta këndvështruar ose analizuar me metoda bashkëkohore, aq më shumë shtohet informacioni dhe aq më shumë shtohet mundësia interpretative e studiuesit. Sigurisht që ky trend ekziston dhe besoj që do vi duke u shtuar. Edhe ne besojmë që të jetë sa më i vlefshëm, jo vetëm i shtuar, por të jetë sa më i vlefshëm për të gjithë studiuesit e rinj, sidomos në fushën e arkeologjisë. Patjetër. Profesor, shumë faleminderit për gjithë mendimet dhe përvojën që ju ndap me ne. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Për më tepër ju ftojmë të shihemi sërish në episodet e radhës të podcast Akademia. Faleminderit edhe ju.